agenda për çështjen e Ukrainës. U harru Ukraina, plasi Irani. Po, është çështje. Imagjino tash kush po e ka mendjen për ty në një rajon si Ballkani apo një vend si Shqipëria. Fati keq i joni pastaj. Po pra, fati keq i joni. Po pra. Se këtu duam emision tjetër, nëse ne nuk kemi ditë ndërtojmë politik afatgjat qoftë me aleancat dhe qoftë për forcimin e vendit tonë. Ti në këtë situatë që jemi, ne shife marrëdhëniet tona në një kohë që çdo gjë mund ndodhi në botë, sot bota je dakord me mua është në një pikë pyetje të madhe. Çfarë po ndodh? Çdo gjë mund ndodhi, a jemi të përgatitur në si komp? Çdo gjë mund ndodhi. Sa herë në histori kanë rru interesat gjeopolitike. Pa ishin anglezët amerikanë që na lanë 45 për 50 vjet në komunizëm dhe nuk hapi njëri gojën. Shumë e drejtë. Pra, ne vetë sa jemi të përgatitur. Ne vetë si komp, ti ke dy shtete shqiptare dhe nuk ke marrëdhënie shif Kurti, nuk arrin të ketë komunikim me, nuk është puna Ramës me qeverinë. Nuk arrin të urojë Ramën qoftë dhe formalisht. Pse? Se ne jemi feudo beraktar në konceptin e shtetit. Ne akoma nuk kemi kriju dot as shtetin e së drejtës, as shtetin funksional. Ne jemi urra burra edhe as të shtetit së drejtës jo që nuk jemi. Ajo, se kemi pas, se kemi akoma. Po, ka disa element që quhet shteti së drejtës, po duket të shteti ligjor kena qenë komunizëm, por nuk e di a jemi tani më të shteti ligjor. Po them shteti së drejtës. Po pra, se është koncept. Ore ligj ka pas dhe diktaturë, ligj kanë edhe unë jam për shtetin e së drejtës, absolutisht.